Në shkollën e mesme ekonomike Katri Kusari, nxënësit gjatë kësaj jave po shënojnë javën globale të ndërmarrësisë, me qëllim të zgjerimit të njohurive në ekonomi dhe zhvillim të aftësive praktike. Mësimdhënësja Rezana Xhara theksoi rëndësinë e kësaj jave, duke u shprehur se aktivitetet i ndihmojnë nxënësit të përgatiten për tregun e punës dhe botën e biznesit. Këtë javë ka qenë java globale ndërmarrësisë, ku nxënësit kanë krijuar aktivitete të ndryshme sa i përket kësaj jave, ku janë njohur në afërsi me bizneset, gjithashtu kanë realizuar edhe plan biznese, kanë realizuar quize, domethënë gara me nxënësit e klasëve të 10-ta. Themi se java globale ndërmarrësisë është një javë e cila na kujton se secili prej nesh duhet me pas ide, krijimtari dhe guxim. Secili prej nesh është domethënë një ndërmarrës në të ardhmen nëse ka dëshirë për të vepruar, ka domethënë vizion dhe ka vullnet për të vepruar. Ndërsa nxënësja Ylka Hoxha u shpreh se këto aktivitete i motivojnë të rinjët të jenë më kreativ dhe të punojnë në grup. Aktivitetet janë shumë të rëndësishme sipas mendimit tim, sepse inspirojnë dhe nxisin nxënësit që të marrin përsipër tyre ide dhe biznese që në të ardhmen mund t'i zhvillojnë sipas karrierës së tyre. Shkolla Katri Kusari vazhdon të mbetet mbështetje fuqishme për zhvillimin profesional të rinjëve dhe shkollimin në drejtime të ndryshme profesionale.